Faleminderit për kohën që keni gjetë me marrë pjesë në promovimin e tregut në rrota, një iniciativë ndryshe prej iniciativave të zakonshme të promovimit prodhuesve vendor. E kemi quajtur tregun rrota pasi që ky treg do të lëvizë në gjithë Kosovën, do të vizitojmë 7 kryeqendrat e Kosovës, ku ka për qëllim që të lidh prodhuesit vendor lokal me konsumatorët dhe t'i ofrojë mundësi bizneseve që t'i shesin produktet e tyre, jo vetëm tek prodhuesit që jeton, konsumatorët që jeton në Kosovë, po edhe diasporën tonë e cila këto ditë frekuenton jashtëzakonisht shumë vendin tonë. Unë nuk dua me humb më shumë kohë, pasi që mysafirët do të kenë agjendat e ngarkuara, edhe ju falenderoj për kohën edhe për mbështetjen që e kemi pakush nga Banka BBB dhe nga Bergji. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Faleminderit shumë. Kënaqësi me qenë këtu sot në sheshin Zahir Pajaziti, së bashku me ju zoti drejtori i shoqatës Pepeko, zoti Artim Gashi, nderuar shef i zyrës së Bergjit në Kosovë, zoti Sergej Maslichenko, kënaqësi me ju pas edhe juve këtu, nderuar menaxheri i sektorit për mbështetje të biznesit në BPB, zoti Lulzim Tahiri, e nderuar drejtoreshe bujqësisë dhe zhvillimit rural në kryeqytet zonja Jeta Rafuna. Më vjen shumë mirë që sot jemi këtu në tregun me rrota, një iniciativë që sjell ekonominë afër qytetarëve dhe qytetarët më afër prodhuesve tanë. Ju falenderoj edhe ekipeve këtu, ekipit menaxhues të Pepeko, së bashku me drejtorin, po ashtu drejtorin të Bergjit edhe BPB-s që kanë marrë këtë iniciativë për me përkrah bizneset vendore, të cilat prodhojnë pemë, perime në kryeqytet. Është një iniciativë që po e shoh që është pak më ndryshe, edhe secila iniciativë që ndihmon bizneseve të vogla, bizneseve të mesme në kryeqytet në gjithë Kosovën, është iniciativë mirëseardhur, sepse përveç që ndihmohen këto biznese, secili biznes man familje, pra jo vetëm një, po familje të tëra, sepse krijon një farë ekonomie qarkore që ndihmon zhvillimit ekonomik dhe mirëqenies të qytetarëve në kryeqytet dhe në gjithë Kosovën. Prandaj ju jam shumë falënderues për këtë iniciativë të mrekullueshme. Ju ftoj po ashtu të gjithë qytetarët që vizitojnë sheshin Zahir Pajaziti, që të vizitojnë këto stende edhe të njoftohen edhe më përafër me bizneset të cilat edhe prezantojnë produktet e tyre sot këtu në kryeqytet. E njëherët ju uroj çdo të mirë edhe në udhëtimet në qytetet të tjera në Kosovë, sepse ndërlidhja e bizneseve në kryeqytet me biznese tjera në pjesë të tjera të Kosovës, po ashtu është e mirëseardhur edhe krijon një zhvillim edhe më të hovshëm e më të mirë ekonomik në gjithë vendin tonë. Prandaj urime, faleminderit, ju ftoj të gjithëve që të vizitojnë bizneset edhe të blejmë prej këtyre bizneseve, pra që ndihmojnë pak. Faleminderit shumë. Urime. Good afternoon, everyone. It's a great pleasure to be here, coming from agricultural country, Ukraine, and support this initiative as EBRD and our partners, distinguished partners, BPB, Pepeko, and Mayor of Pristina, and also we have a strong team represented by Leonora and Vlora, which make this happen, and SME support to small and medium enterprises is a crucial strategy of EBRD, and this activity is a part of our broader support. We would like to help small and medium enterprises to reach their market, to get access to finance, which is often very difficult in Kosovo, and with the right partner like BPB, in this case, we are confident we are on a good track. And this is the objective of our initiatives. There will be many exhibitions like this in other cities, and it's really great to support this really practical, tangible initiative. I wish success to all the partners, our friends here, and we have a good sign. Rain may come soon, which is very good for vegetables and fruits. Thank you. Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës, nderuar kryetar, zoti Maslichenko, zoti Artim, nderuar drejtoresha bujqësisë. Në emër të Bankës për Biznes, ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë aktivitet që i kushtohet prodhuesve vendor. Ata të cilët
punën ditore e kanë për kushtim për produktet e reja dhe të cilët po ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e vendit tonë. Për neve si Bankë e Vendit, përkraja prodhuesve vendor nuk është vetëm një angazhim profesional, por një besim i fortë se përkraja prodhuesve vendor e forcon ekonominë e vendit tonë, i forcon bizneset dhe produktet të cilat zhvillohen dhe kultivohen në vendin tonë. Sot këtu para nesh nuk është vetëm një treg ose një pikë shitje, por është një hapësirë ku takohet puna, cilësia dhe krenaria jonë për produktet vendore. Ky bashkëpunim së bashku me PPK-n dhe në përkraje edhe me Berghin tregon një angazhim të fortë, angazhim i cili ofron mundësi të reja për bizneset tona dhe angazhim i cili tregon se ky angazhim mundet ta sqaroj, mundet ta lehtësoj dhe të promovoj produktet vendore dhe të ndihmoj në zhvillimin e bizneseve vendore. Ne urojmë që aktivitete si kjo të vazhdojnë dhe të kemi në të ardhmen dhe ju urojmë tregut në rrota sukses edhe në komuna dhe qytetet tjera të Kosovës. Faleminderit.